E verdh për glibenklamid, që do të thotë të përdoret me shumë kujdes dhe në mbikëqyrje është rasti, kur njëkohësisht me glibenklamid jeni duke marrë barna si metoprolol, apo me emrat e tjerë corbitol betalok, apo atenolol, bisoprolol, e të tjerë me prapashtesen olol. Këto barna të quajtura me emrin mjekësor beta bllokues mund të fshehin shenjat paralajmëruese të rënjes së madhe të sheqerit në gjak. Kur sheqeri bie në vlera normale, personi shfaq disa shenja apo simptoma që janë karakteristike për këtë situatë. Dhe të gjithë të sëmurët me diabet duhet i dinë. Këto shenja i japin atij ose të afërmit e tij pak kohë të ndihmojnë veten apo të afërmin e tyre duke konsumuar pak sheqer apo duke ngrënë diçka të ëmbël për të parandaluar rënjen e mëtejshme dhe të rrezikshme të sheqerit. Shenjat e rënjes së madhe të sheqerit në gjak janë rrahje të shpeshta zemre, dridhje, djersitje, nervozitet, ankth, marrje mensh, uri. Pra, nëse jeni duke marrë këto barna njëkohësisht me glibenklamid dhe në rast se sheqeri juaj po bie me shpejtësi poshtë vlerave normale, ju nuk do të keni garancinë e shenjave paralajmëruese, gjë që bën këto kombinime shumë të rrezikshme. Të gjitha barnat me prapashtesen olol i fshehin këto shenja. Me konkretisht, pacienti nuk ndjen të rrahrat e shpeshta të zemrës, që është shenja e parë, nuk ndjen ndridhjet e të tjera. Me fshehjen e këtyre shenjave, pacienti humb paralajmërimin dhe rrezikon të humb ndjenjat dhe rrezikon të bie. Për parandalimin e kësaj situate, kujdesin e bën mjeku, i cili shmang këto kombinime, kur është e mundur, apo përdor doza shumë të vogla në raste të tjera. Kur kombinimet e tilla janë të domosdoshme, atëherë si mjeku edhe farmacisti do t'ju informojnë dhe këshillojnë çfarë kujdesi duhet të bëni.